Mënyra se si punojmë ka ndryshuar dhe me të edhe mënyra si e kuptojmë balancën mes punës dhe jetës. Puna nga shtëpia është bërë normë e re. Teknologjia dhe inteligjenca artificiale po e transformojnë çdo profesion. Kufiri midis punës dhe jetës personale është bërë më i paqartë se kurrë. Shumë njerëz gëzojnë më shumë liri, por për shumë të tjerë është bërë më e vështirë të shkëputen nga puna. E-maila, telefonata dhe takimet online vazhdojnë edhe pas orarit. Pushimi po bëhet luks. Balanca punë-jetë do të thotë të ndash kohë të mjaftueshme jo vetëm për punë, por edhe për gjëra që të mbajnë mirë, familjen, shëndetin dhe jetën shoqërore. Një punë që kërkon shumë mund të sjellë më shumë të ardhura, por mund të dëmtojë trupin dhe mendjen. Sipas studimeve ndërkombëtare, orët e gjata lidhen me sëmundje të zemrës, diabet dhe stres kronik. Sipas Oxford Economics, zëvendësimi i një punonjësi kushton mesatarisht 30.000 funta dhe duhen 28 javë që ai të arrijë produktivitetin e mëparshëm. Prandaj, është ide e mirë që punonjësit ekzistues të mbahen të kënaqur. Edhe në Kosovë, njerëzit po kuptojnë se u nevojitet një ekuilibër më i mirë në jetë. Sipas raportit, më shumë zgjedhje përmes politikave miqësore për familjen të RGK-s dhe UNFPA, politikat miqësore për familjen ndikojnë drejt për drejt ekonominë e vendit, rrisin përfshirjen e grave në tregun e punës dhe përmirësojnë mirëqenien e familjeve. Raporti rekomandon rritjen e lejeve prindërore për baballarët, fleksibilitet në orar, mbështetje për nëna që ushqejnë me gjë dhe hapësira për kujdesin e fëmijëve në vendin e punës. Ndërkohë, një studim i Institutit të Teknologjisë së Rochesterit tregon se gjenerata Z në Kosovë e vlerëson shumë balancën mes punës dhe jetës, por shpesh e sakrifikon për siguri pune ose paga më të larta. Ata preferojnë modele hibride, disa det në zyrë, disa nga shtëpia dhe kërkojnë më shumë hapësirë për mirëqenie mendore. Kjo balancë punë-jete është e rëndësishme jo vetëm për brezin Z, me që puna është pjesë e jetës, por jo e gjithë jeta.